se kanë pronë të tyre, më zotëri. Pronë të kanë shpinë e tyre. Ta shesin, po jo kombi ishtë në gjithë. Mua, zotëri, sa për DNI, vetëm në kohën e luftës Kosovës, nga gjaku imi jam vrar 17 veta në Drenicë. 17 veta, zotëri, dhe mua më vjen keq për këtë vend. Do më thënë, po ta them, shko në Drenas dhe rrugët e Drenasit, të Drenicës, janë mbushur me bazaj. Ja 17 dëshmorë. Dhe tek varrezat e Adem Jasharit, atje në krah, unë e dia, do shikosh atje dëshmorë të familjes time. Mua më janë vrarë njerëz për këtë vend vëlla. Kanë ikur që luftë e Karadakut, histori tjetër ajo. Por më janë vrarë dhe mua vjen keq për këtë vend. Po ky vend bëhet me patriot, nuk bëhet me anti-shqiptar. Dhe unë them që Spaku sot ka një mision shumë të fortë. Dhe unë them se do ta realizoj dhe bravo i qoftë. Pra unë kuptova që Spaku është burri i shtetit. Ky ka ngelur. Burri i shtetit sot do të ishte kryeministri, presidenti, kryetari i kuvendit. Këta janë burrat e shtetit sot, drejtori i shërbimit informativ të shtetit, ministri Bronço e të tjerë ka plot që do të ishin. Po nuk qëndrojnë në pozicionin që takon. Unë nëse do të isha thash presidenti i vendit, ose do të jepja dorëheqje, ose do të mblidhja Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Zoti Baza, edhe diçka kam. Të lutem më shpjego, ndjes se ju ndërpreva ndoshta. Po. Të lutem më shpjego ligjin që u miratua në Senatin Amerikan apo Kongres, që prek edhe Ballkanin Perëndimor, është folur për 90 ditë, një vetting për politikanët, masa, sanksione. Si ta kuptojmë, nuk e di a jeni në DNI. Pra, kjo do bëhet nëpërmjet Spakut, do bëhet direkte. Unë kam patur fatin që kam punuar me amerikanët dhe duhet kuptosh një gjë që ata flasin me mesazhe. Dhe po veç mesazheve, ata sot kanë nxjerrë dhe një ligj. Pra, i ka dhënë të qartë kushdo kush qoftë, që nuk do të shpëtoj dot. Pra, mesazhi është fare i qartë. 90 ditë, kanë kaluar 4 ditë, 5 ditë mos gabosha, që nuk miratuar ky ligj, që është dekretuar nga presidenti Trump. Kështu që nuk ka përcaktuar askush. Po, si do bëhet, pra direkte apo nëpërmjet Spakut? Tani unë... Jo, e kam fjalën si është praktik, si mund të funksionojë. Sepse pritshmëritë tek Shtetet e Bashkuara janë të mëdha. $10 milion se zotëri dhe unë nuk mund të shpreh çfarë mendoj unë gjithmonë. Kështu që por kuptoni një gjë që Spaku do ta përmbush këtë mision, do ta përmbush dhe do t'i dalë për zot këtij vendi. Ai Spak, ata djem dhe vajza, ata burra dhe gratë që sot shërbejnë atje. Nuk them se janë të gjithë aty, se ka dhe që pengojnë, por nuk, një minorancë aq e vogël e pa peshë, e pa vlerë. Pra, unë mendoj se shumë shpejt do të shkojnë vetë rezultatet e Spakut. Ata do ngelen histori sot, mbaj mend. Ata do ngelen herojt, paktën për gjykimin tim do ngelen herojt dhe ata duhet motivuar, ata prokuror dhe ata hetues së Spakut sot, duhet motivuar, sepse ata po i shërbejnë vendit tonë. Ose në të kundë na bëjnë fare dhe të ikim dhe ta marrë të tjerë të vend, këtë që ka ngelur, këtë sot vend që ka ngelur, sepse nuk është kjo Shqipëria zotëri. Shqipëria, Iliria, ti e din shumë mirë, Gadishu dhe Ilir. Pse quhet Gadishu dhe Ilir? Po, e kanë coptuar pse nga tradhtia nga brenda, sepse blejnë dhe i çojnë dhe u krijojnë misione. Zotëri, unë ta thash edhe ditë, nëse unë një ditë do flas kam për të thënë shumë gjëra në lidhje me goditjen time në Këshillin e Prokurisë. Pra, nëse do flas, sepse s'ka asnjë problem, jo se din shërbimet inteligjente shqiptare, e din shumë mirë. Jo se din ndërkombëtarët, ata që partnerët tanë strategjik sepse jam goditur unë, e din shumë mirë. Por nuk bëhet ky shtet me anti-shqiptar zotëri. Do burra shteti që të sakrifikojnë për vendin e tyre. Të sakrifikojnë sepse unë të tregoj vetëm një rast, një njeriu im isha duke ikur nga Michigani në Chicago dhe më tha kaq, në shkollë më tha mua tartar, tha, unë jam gati sot të jap jetën time për Amerikën. Tam ka bërë shumë përshtypje. Kam qenë një kthes të fortë edhe pash kështu, pse më shikon tha. Më bën shumë përshtypje i tha sepse më rëqethemisht, po pse? Sepse e dua më tha sepse më ka krijuar gjitha kushtet. Mi ka krijuar gjitha kushtet. Këtu i futet pse të më sik pas shpine këtij vendi. Sik pas shpine. O zotri,
që kur zgjedh qoftë dhe antarin e Këshillit Lart Prokurorisë, zotri kalon në si, kush është ky person? Sa patriotësh, sa e do këtë vend? Pra më kupton, si mund të marrësh ti të japësh drejtimin e një institucioni pa certifikat e sigurisë kombëtare, të japësh të drejtoj marr si shembull Këshilli Lart Prokurorisë. Fatkeqësi më të madhe kombëtare në kundërshtim me ligjet e shtetit, edhe në kundërshtim me ligjet dhe në kundërshtim me kushtetutën. Si mundet ty unë të më jap një informacion mua për shembull një partner apo i tjetër që shko se Kartar Bazaj sot i shërben një agjenturë anti-shqiptare. Dhe unë të kem ato fatet për ta dhe ta promovoj Kartarin. Pra, më kupton, kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Por gjithsesi unë thash nuk mund të flas për këtë pjesë, por dua të them që shumë shpejt do ketë rezultate pozitive. Unë jam optimist. Duke uruar më të mirën se syt aty kemi gjithë nga drejtësia, zoti Bazaj, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë të drejtë për drejtë, për këtë analizë të mbylljes së sot kanë qenë troç i drejtë për drejtë i nderuar. Më dhimbet ky vend, unë uroj bekoft zoti këtë vend, bekoft Amerikën që na ka shpëtuar në situata më të vështira dhe them që ky vend do ecë sepse ka plot shqiptarë që duan këtë vend, ka shumë, jo ka plot, ka shumë, por duan edhe zë, duan edhe guxim, duan edhe kurajo, pavarësisht pasojave që mund të kenë. Pavarësisht, sepse këta të eliminojnë, unë e di shumë mirë. Këta nëse u cënohet interesi këtyre të eliminojnë, por në fund të ditës pa ngritur zërin fuqishëm, si mund të bëhet ky vend? Pra pse duhet të ngrihej Vlora dje, peça mesazhi flakën, dhe nuk e dini zotëri se ju jeni i vogël, po një mesazh shumë i fortë që ta Vlora dje. Edhe mesazh të fortë, domethënë thika i ka vajtë palc. Dhe Vlora nuk ka kthim pas, ta dini mirë këtë që po i them. Vlora nuk ka kthim pas. Nuk dua të dis më intereson fare opozitë e famshme. Në thonjza opozitës, se vetëm opozitës është, nuk dua të di për atë, po unë dua të di për çështje kombëtare, zotëri. Çështje kombëtare sot këta duhet ta fusin në udhkryq. Por nuk kanë shans. Unë ju uroj gëzuar vitin e ri dhe uroj më të mirën dhe zoti bekoft Shqipërinë, shqiptarët dhe trojët shqiptare. Amin, zoti Bazaj, të falenderoj shumë.